Armando Broja u bë kryefjalë të Burnley pas golit që shënoi në minutën e 90. Sulmuesi kombëtare si dha një pikë ekipit të tij që barazoi përballë Bournemouth. Alan Smith, komentator dhe analist i njohur në Angli, tregoi vlerësim për Brojan. Ky i fundit duket se është ndezur me golin që u regjistrua pas 2 vitesh pritjeje në Angli. Broja shënoi një gol dhe unë gjithmonë kam besuar se ai ka shumë cilësi si lojtar. Nëse këto cilësi do të nxirreshin në pa dhe ai do të qëndronte i shëndetshëm, skuadra do të fitonte më shumë forcë në fazën sulmuese. Tani u mbetet vetëm të qëndrojnë të fortë, u shpreh analisti i njohur. Interesant do të jetë fakti nëse Broja do e nisi titullar ndeshjen e ardhshme. Përballë Burnley do të vendoset Evertoni pikërisht më 27 dhjetor prej orës 16. Armando Broja ishte gjërat më me pozitivitet pas golit të tij të parë me fanellën e Burnleyt, të cilin e ndihmoi të merrte një barazim ndaj Bournemouth. Sulmuesi në një intervistë të dhënë për mediat e klubit ka vlerësuar se ai dhe ekipi kanë dëshirën dhe urinë që duhet për të synuar mbijetesën në elitë. Bournemouth është një skuadër shumë e mirë, e dim këtë. Janë shumë të vështirë për t'u përballur. I kemi parë disa nga rezultatet e tyre në këtë sezon. Janë gjithmonë konkurrues edhe ndaj ekipeve të mëdha. Ndaj padyshim janë një ekip i vështirë dhe për ne ishte ndeshje e vështirë. Por siç e thash, të marrësh një pikë që është e mirë pas 7 humbjesh është një ndjesi e mirë për ne si një grup, pasi është diçka mbi të cilën të mund të ndërtojmë. Thuaj se e harruam se si ndjehesh, por ishte një ndjesi fantastike që të siguronim një pikë dhe të shihnim para si grup. Padyshim një ndjesi fantastike për mua, por edhe i gjithë ekipi ishte i kënaqur, të gjithë ishin të përfshirë, ndaj ndoshta paraqitja nuk ishte më e mira që kishim, por sa i përket rezultatit ishte i mirë për ne që të ndërtonim mbi të dhe të krijonim një ecuri. Kemi pasur shumë vendosmëri në të gjithë ndeshjet që kemi luajtur, jo vetëm në këtë ndeshje. Ishte ndeshja në transfert ndaj Manchester United ku humbëm me 1 gol diferencë, ndeshja në shtëpi ndaj Liverpoolit ku humbëm me 1 gol të vonë. Kanë qenë disa ndeshje, edhe me Fulhamin humbëm me 1 gol dhe mund ta shihje që ishim konkurrues, kishim cilësi, dëshirë, uri, bashkim që të qëndrojmë në Premier League. Si një skuadër, si një grup me djemtë çdo ditë, unë mund ta shohte çdo kush, të gjithë duan të mbijetojmë. Ky është kampionati më i mirë dhe padyshim që të gjithë duam që të jemi pjesë e këtij kampionati dhe të luajmë në të. Ndaj siç e thash, do të luftojmë në çdo ndeshje që të kemi mundësi dhe shpresoj që tani, pas këtij barazimi dhe kësaj pike, të ndërtojmë vazhdimsi. E kemi parë se sa shpejt ndryshojnë gjërat dhe ne do të qëndrojmë të bashkuar duke shpresuar që të ndryshojmë gjërat, tha Broja në prononcimin e tij. Armando Broja i dha barazimin ekipit të Burnleyt ndaj Bournemouth. Pika ishte mjaft e rëndësishme sepse erdhi pas 7 humbjeve radhësi dhe goli realizuar në minutën e 90 ka ndezur atmosferën të Burnley. Trajneri i këtij ekipi, Scott Parker, është paraqitur në konferencën për shtyp para ndeshjes me Evertonin dhe ka folur për rëndësinë e golit të shënuar nga sulmuesi shqiptar. Ishte një gol masivisht i rëndësishëm për ne, padyshim individualisht për Armandon, por edhe për ne, në përgjithësi ishte një rezultat i madh për ekipin, sepse ishim në një ecuri me 7 humbje radhasi dhe po shihnim një tjetër humbje. Është edhe ana psikologjike, padyshim ka shumë për të përmirësuar, por ishte një rezultat i madh për ne, u shpreh trajneri i Burnleyt Scott Parker. Trajneri i Burnleyt Scott Parker ishte i gëzuar me faktin që skuadra e tij kishte arritur që të merrte pikë në një transfer të komplikuar si ajo ndaj Bournemouth e vendosur nga goli në minutën e fundit i Armando Brojës, por teksa i ka thurur elozhe zëvendësuesve si Broja që lanë shenjë në këtë sfidë, ai ka theksuar se këta lojtarë hynin në fushë me dëshirën për të bërë mirë. Mendoj se ne kemi pasur gjithmonë luftën brenda nesh dhe dëshirën, por ne duhet të merrja këto vendime sot për të mirën tonë dhe që të mundoheshim që të merrnim një rezultat të mirë. Me djem që u futën si zëvendësues, u thash jemi në një përleshje këtu dhe kur je në një përleshje duhet ndonjë ingredient i veçantë. Më dhan çdo gjë që kërkova dhe jam i lumtur për këtë grup të ri që po përjetojnë gjëra me shumë mundësi për herë të parë në karrierën e tyre. Marcus Edwards bëri mirë, është një lojtar që mund të krijojë gjëra për ne. Isha shumë i lumtur për Armandon gjithashtu.
Qartësisht jam I sigurt se ai ishte I zhgënjur që nuk e nisi si titullar këtë ndeshje, por jam shumë I kënaqur me të dhe Markusin. Jam I kënaqur me këta djem që po futen dhe kanë një impakt në lojë dhe I duhen dhënë meritat. Mendoj se tregon shumë për këtë grup lojtarësh, tha Parker pas ndeshjes. Ish portieri I njohur I Anglisë Joe Hart ka folur për ndeshjet e radhës të Burnleyt, një skuadër të cilën ka përfaqësuar në karrierën e tij, duke insistuar se shkëndija e Armando Brojas në barazimin e fundit ishte piknisja për sfidat në vijim. Burnley pret në shtëpi Evertonin dhe Newcastle-in dhe I duhen me do e mos pikë për të tentuar ngritjen nga zona e ftohtë e klasifikimit. Do të duhet që ky barazim të jetë domethënës pasi vjen pas 7 humbjeve në Premier League. Trysnia është shtuar, askush nuk priste që Burnley të fluturonte në këtë sezon, por janë në një pozicion shumë të vështirë. Megjithatë është një goditje shkëlqyer me kokë nga Broja. Është goli I tij I parë në 2 vite dhe pas 40 ndeshjesh. Ka ende luftë brenda tij, ka një shkëndi brenda tij. Kjo është ajo që duhet të marrim me vete nga kjo sfidë. Janë 2 ndeshje në shtëpi që po vinë, një moment I rëndësishëm për Burnley, të ish portieri përfaqësueses angleze. Armando Broja ishte lojtari I javës për Burnley pasi me golin e tij dha barazimin ekipit të Premier Ligës ndaj Bournemouth. Sulmuesi I kombëtarës shqiptare u shfaq mjaft I lumtur me një mesazh për tifozët e Burnleyt pas ndeshjes. Jam shumë I lumtur që shënova golin e parë, do të thotë shumë për mua, shpresoj të ketë qenë në njëjtë gjë edhe për ju, e pash reagimin tuaj dhe do të thotë shumë për mua, jeni të mrekullueshëm. Faleminderit për tifozët që u dhëtuan në transfer dhe këdo që na ka parë, do të thotë shumë për ne që morëm këtë pikë, shpresojmë të kemi vazhdimsi duke nisur nga sot dhe të ecim përpara. Faleminderit shumë, u shpreh Broja në mesazhin e tij. Goli për sulmuesin e kombëtares në Angli mungonte prej 2 vitesh. Burnley ndërkohë mori pikë pas 7 humbjeve radhazi në kampionat. Trajneri Burnleyt Scott Parker ka qenë I lehtësuar pasi ka parë skuadrën e tij të dilte me një pikë nga fusha Bournemouth në barazimin 1-1 që u vulos nga goli I Armando Brojas në minutën e 90. Sulmuesi shqiptar nisi ndeshjen nga stoli, ashtu si edhe Marcus Edwards, I cili dha asistin për këtë gol të tij dhe trajneri Scott Parker ka pranuar me humor pas sfidës se tani pret kritika sepse nuk I futi të dy që nga fillimi I ndeshjes. Ishte shumë trysni mbi ne dhe padyshim e theksova dhe në konferencën para ndeshjes që kemi qenë shumë pranë rezultatit në ndeshjet e tjera dhe kemi posuar gola idiot. Ndaj ky progres kishte diçka te ne sot që më pëlqeu dhe shkuam në këtë drejtim dhe morëm diçka nga ndeshja që ishte shumë e kënaqshme, edhe pse në fundin e ndeshjes nuk I dihet kurrë. Goli nga 2 zëvendësues, një kontribut masiv, nuk e dia do të marrë lëvdata për këtë, me shumë mundësi do të jetë e kundërta, me shumë mundësi do të më pyesin pse nuk I futa nga fillimi dhe e kuptoj këtë, por vlerësim maksimal për 2 djemt absolutisht, jam super I lumtur për ta, tha Parker pas ndeshjes që I dha fund serisë prej 7 humbjeve radhazi në kampionat të Burnleyt. Burnley po kalonte ditë të errëta në Premier League, ishin plot 7 humbje radhazi, ndërsa edhe një sot do të bënte që të barazonin në rekordin më negativ në historinë e klubit sa u përket humbjeve radhazi në kampionat. Armando Broja me golin në minutën e 90 kundër Bournemouth shpëtoi Burnley. Vetë sulmuesi shqiptar nuk realizonte në Angli prej 2 vitesh, ku është penguar edhe nga dëmtimet. Vlerësimi për Brojën pas ndeshjes ishte 7.2 nga SofaScore, ndryshe edhe nota më e lartë për lojtarët aktivizuar nga Burnley. Broja e preku 13 herë topin, ndërsa u aktivizua në minutën e 65 të ndeshjes. Gjatë kësaj kohe fitoi edhe duelin në ajër, ku shënoi edhe golin. Armando Broja u kthye te goli në Angli pas një mungese të gjatë. Sulmuesi kombëtares shqiptare realizoi në minutën e 90 për t'i dhënë barazimin Burnleyt ndaj Bournemouth. Sfida e Premier Ligës u mbyll 1-1. Është e pabesueshme, por Broja nuk shënonte gol në Angli që nga 6 janari I vitit 2024. Aso kohë Chelsea u përball me Preston në kupën FA Cup, ndërsa Broja realizoi në fitoren 4-0 të bluve të Londrës. Goli në Premier League ndërkohë mungonte nga 2 tetori I vitit 2023. Kjo kohë e gjatë prej 2 vitesh është e kushtëzuar dhe nga dëmtimet që Armando Broja ka kaluar.
Brojën duket se u thye një mallkim. Interesant është fakti se gëzoi pikën e parë me Burnley që po shkon drejt rënjes nga kategoria. Në 10 ndeshjet e mëparshme ku ka fituar minuta, Broja ishte larguar vetëm me humbje nga fusha e blertë. Burnley ka barazuar me rezultatin 1-1 në udhëtim ndaj Bournemouth në kuadër të javës së 17 të Premier Ligës. Skuadra e drejtuar nga Scott Parker po kalon në një krizë të madhe të rezultateve këtë sezon dhe ja dolën të evitojnë humbjen krejt në fundin e ndeshjes. Autori golit për Burnley në këtë sfidë ishte Armando Broja, i cili pasi u fut në lojë në minutën e 65, ja doli të realizojë në minutën e 90 për rezultatin përfundimtar 1-1. Për Brojën ky ishte goli i tij i parë këtë edicion në kampionatin anglez, teksa ka 11 ndeshje të luajtura deri më tani me Burnley. Pavarësisht se për Brojën ky gol mund të jetë një sinjal pozitiv për vazhdimsinë e kampionatit, për skuadrën e tij kjo ishte ndeshja 8 radhasi pa fitore. Burnley aktualisht pozicionohet në vendin e parafundit në tabelë me 11 pikë të grumbulluara, ndërsa javën e ardhshme do të luajë në fushën e Evertonit.